Zotin Markoçi, ndërkohë që Spaku kërkon arrestimin e saj, Belinda Balluku ka publikuar disa foto teksa shfaqet duke festuar Krishtlindjet. Është ndonjë mesazh që ajo do t'i çojë drejtësisë apo thjesht është një, po themi, postim njerëzor në një ditë feste? Jo, është ajo që bëri me omazhet e Fatës Nanës. Kur unë thash që Belinda Balluku bëri kashillikun dhe u tregoi që tërhoqi vëmendjen e medias, tërhoqi vëmendjen e Partisë Socialiste, duke i bërë atë kashillikun kashi Partisë Socialiste dhe kashi publikut, themi, se Belinda Balluku di shumë mirë që nuk ka në forcë për t'i bërë në kashillik Spakut, pasi ajo është tepër e bindur në atë pjesën që Spaku do veproj me apo pa dashin e saj. Por amburoja e saj është vetëm Rama, i cili ja u kam thënë që Belinda Ballukun, që është ditën e parë që ka dalë si e pandehur, ju kam thënë që Belinda Ballukun nuk jep dorëheqjen dhe Rama nuk ka këllçi për ta shkarkuar. Dhe tashmë këto janë lojrat që ajo tregon forcën kashi popullit për të treguar që ne jemi këtu, ne nuk na bën dot kjo drejtësia që ne e kemi ndërtuar vetë, pra se nuk e nocorrogu nga mbo Amerikan, kjo është ai përkthimi i nocorrogut Amerikës që ka deklaruar Rama. Por në një moment të tillë kur gjërat janë tepër të ndërlikuar dhe tepër afër të zyrës së Edi Ramës. Pra janë themi kanë hap derën tek zyra e Edi Ramës dhe do përdoret plani B. Belinda Balluku nëse largohet bashkë me Ramën, sepse Rama ka dy momente tepër të vështira tashmë, jo vetëm çështja Balluku, po thash, momenti më i vështirë është qoftë vendimi i presidentit Trump, që mori për Ballkanin perëndimor dhe posaçërisht për Shqipërinë, dhe pjesa tjetër qoftë edhe e Komisionit Energjetikës apo FMN-a. Deklarata e FMN-s, nëse do ta lexoni me vëmendje dhe të merrni deklaratën e vitit 1996, ka qenë shtatori 1996, kam qenë në seminar, është bërë në Pallat Kongrese, është më tamo e njëjta deklaratë që ka bërë dhe në 96-ën FMN-a që ndodhi ajo që ndodhi në 97-ën. Por Amerika tashmë nuk do bëj një 97 siç u bën atko, por do të heqë kryeministrin. Dhe unë jo pa qëllim ju kam thënë që Rama të zgjedhë se ku do e bëj burgun, do e bëj në Shqipëri apo do ta bëj në Amerikë. Dhe dalja Belinda Ballukut nuk është, ajo ka atë domethënë kapriçet e saj për t'i bërë kashillik qoftë asaj pjesë të Partisë Socialiste, se nëse Rama nuk e dërgon Belinda Ballukun për të heqë imunitetin në parlament, jo se ai po zbaton ligjin, por Rama e di shumë mirë që në parlament, pavarësisht se ka 83 vota, ai nuk i bën dot 50+1 vota për të mbrojtur Belinda Ballukun në parlament, sepse dhe deputetët, siç jo kam thënë dhe radhës i shkojqe, dhe deputetët e Partisë Socialiste nuk do guxojnë të ngrejnë kartonin për të mos i heqë imunitetin Belinda Ballukut. Dhe kjo e vërtetoi mjaft mirë sondazhi i dieshëm, kur 34% e Partisë Socialiste mbështesin Ramën. Pra, do të thotë se ka një rënje drastike në Partinë Socialiste. Dhe prandaj janë të gjitha këto lloj lëvizjesh. Dhe jo pa qëllim ju kam thënë që Spaku dhe FBI-a po luan politikën amerikane. Dhe kjo është politika amerikane, çmontimi i vetë Ramës për ta nxjerrë në sy të opinionit publik se çfarë fytyre ka, çfarë aferash ja bën. Qoftë edhe ato intervistat që jep ai Benaj Meta, që edhe ai hajdut është për qenë, por duke qenë pentito, jep ato gjëra të cilat do Spaku për të nxjerrë.
Jo se je Benar Meta se ka dëshirë. Po Benar Meta është i pentito, i cili nxjerr ato gjëra që do SPAK-u për të përgatitur opinionin publik. Për të gjithë aferat që ka bërë kjo lloj qeverie, vjedhjet që ka bërë kjo qeveri. Korrupsion që ka bërë kjo qeveri dhe lidhje që ka kjo qeveri me bandat, me grupet kriminale, me drogën dhe me pastrimin e parave. Dhe Balina Balluku është pjesë e kësaj. Dhe në këtë lloj forme ajo kërkon ti bëj një kashillik. Pra, përveç presionit që Rama po i bën deputetëve një nga një apo në grup, duke i thirrë në takime, në mbledhje, për t'i bërë presion për votimin që mund të ndodhë nesër në parlament për Belinda Balluku, tash i Belinda Balluku po lun atë lojën e saj duke i dalë, duke u bërë kashillik që un jam këtu, nuk më bën dot gjë SPAK-u, nuk më bën dot gjë ky, nuk më bën dot. Pra, qoftë Belinda Balluku, qoftë Edi Rama, po luajn lojën personale të tyre. Por Rama ja u ritheksoi që pa një vendim gjykate nuk mundet ta heqë Belinda Balluku, nuk mund ta shkarkoj. Rama më shpejt shkarkon veten e tij se sa Belinda Ballukun. Kjo është e gjitha. Zoti Merkoçi, në media është publikuar se Turqia, Erdogani ka dhuruar një avion presidencial kryeministit Rama. Një maskarlik i politikës dhe i medias shqiptare. Në 2022, mos gabofsha, nuk e kam fiksuar tamam, ose ka qenë fundi 2022-shit ose fillimi 2023-shit, kur Turqia dhe qeveria shqiptare, para Rama, si kryeminist, ka bërë një marrëveshje se do bëhesh edhe Era Albania në atë kohë, që Rama trumbetonte Lazgushi, Njie, Naimje, Samiue, gjithë emrat e këtyre përmendte. Do merrte përsipër që t'i dhuronte edhe një avion rreth 12 milion euro, më duket ka qenë shumë, nëse nuk gaboj. Dhe do t'i dhurohesh pra shtetit shqiptar. Duke pas parasysh që unë kam deklaruar gjithmonë që Rama i ka humbur kontaktet me Erdoganin, mirë po duke qenë se tek e fundit atje është një shtet dhe shteti funksionon mbi bazën e marrëveshjeve që të nënshkruara, Erdogani ishte i detyruar që këtë marrëveshje ta deklaronte në fletoren zyrtare të shtetit turk për t'ia dhuruar këtë avion shtetit shqiptar. Duke qenë thash se Rama i ka të fshira marrëdhënie me Erdoganin dhe politika dhe mediat të cilat i bëjnë fresk Ramës, e morën motamo këtë lloj deklarate, këtë lloj kontrate, themi, dhe botuan sikur ishte e sotshme. Realisht, kjo nuk është kontratë e sotshme. Kjo është kontratë e bërë para 3 vjetësh më parë, nga 2 qeverit, dhe nuk është kontratë e sotshme. Por këta e përdorën gjithmonë, siç bëjnë këta të propagandën e famshme tyre, e morën dhe e përdorën falë dhe asaj, duke u botuar në fletoren zyrtare të Turqisë, pati dhe një reagim që është e vërteta nga mediat turke dhe nga opozita turke u përdor, duke thënë që pse duhet ja falim në të njëjtën kohë që ne blejmë 2 apo 3 avion për zjarret e për ndihmat e shpejta e mthejtë. Dhe këta e morën dhe e quajtën të mirëqënë dhe e morën për ta shitur tashmë sikur Rama e ka mirë me Erdoganin dhe Erdogani por i fal ka një avion Ramës. Dhe ajo që është më poshtërsia më e madhe, duket sikur Rama ja ka fal, ai Erdogani ja ka fal personalisht Ramës. Në të njëjtën kohë që kjo është një dhuratë që jepet shtetit shqiptar. Nëse do të ishte dhuratë personale Erdoganit për Ramën, e para herë kur e kishte Erdogani këtë avion, që do ta kesh personal që t'ia falësh, dhe e dyta nuk ishte se ta botonte në fletoren zyrtare të shtetit turk. Pra, botimi në fletoren zyrtare ishte thjesht për të legjitimuar atë marrëveshje që ta kanë bërë, thash nuk më kujtohet mirë, mos të jem, domethënë, i gabueshëm në atë që them, po besoj ose fundi 2022-shit ka qenë ose fillimi 2023. Pra 2 apo 3 vjet përpara është bërë kjo marrëveshje dhe këta e qitën sikur është bërë sot
për të treguar dhe një herë që Rama i ka marrëdhënie shumë të mira me Turqinë. Kjo është e gjitha. Zoti Merkoçi, çfarë parashikon 2026 për politikën shqiptare? Unë do pres deri 31 dhjetorin e 2025-s. Thash, pavarësisht se kanë ardhur 3 dhurata në thonjza mjaft të mëdha dhe mjaft bukura për Ramën. Pra, qoftë vendimi i Trumpit, qoftë i energjetikës apo i FMN-s, nuk di se çfarë mund ndodhi deri me 31 dhjetor, sepse çfarë sjell ora nuk sjell minuti në këtë vend. Askujt nuk ja merrte mendja se oligarkët e Ramës edhe në këto ditë të fundit do të kontrolloheshin, do bëheshin hetime, do sekuestronin qoftë telefonat apo qoftë bizneset e tyre, por shkojnë në vazhdën e asaj që unë kam thënë që këtyre u kam konfiskuar bizneset e tyre qoftë edhe në Amerikë, Ramës kryesisht edhe këtyre të tjerëve të cilët kanë bizneset apo prona private që kanë atje në Amerikë, dhe tashmë do fillojnë sekuestrimi, konfiskimi të gjithë pronave të tyre, që janë tashmë janë të dukshme. Ajo që unë kam thënë kohë më parë që nuk ka nevojë për korrupsionin për ta luftuar korrupsionin, mjafton të shiftin kullat, edhe këtu është pastrimi parave dhe i drogës në Shqipëri. Jemi vendi i vetëm i cili jemi të deklaruar të paktën në 2024 ka qenë një raport nga inteligjenca italiane ku thoshte që 54 ton drogë kanë kaluar në Itali nëpërmjet shtetit shqiptar, dhe unë pranë kam thënë, ta nuk janë narkoshtet, ta janë mafia shtet. Dhe Rama ka ndërtuar mafian shtet. Kështu që veprimi që bën Spaku nuk e di, domethënë se çfarë do të ndodhi deri në 31, nuk jap dot garanci deri në 31, jo të bëhem garant për 2026. 2026 për mua Rama nuk do jetë më kryeministër. Unë kam thënë që Rama nuk do jetë më kryeministër. Do e bëj burgun këtu apo në Amerikë, ata e dinë ata. Amerika nëse ti reziston apo bën rezistencë apo numra të tjera, domethënë ai do të përdori planin B që do të thotë që do ta marrin në Amerikë, drejtohet para drejtësisë amerikane, ku është dosja me Gonigali dhe hapur tashmë dhe dosja Sinaloa.